Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ya ayyuhal muzammil, O ti i mbuluar, o Muhammed, qumil layla illa qalila, çohu të falesh gjithë natën, përveç një pjesë të saj, nisfahu aw inqus minhu qalila, që është gjysma ose diçka më pak, aw zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. a diçka më shumë se ajo, dhe lexoje Kur'anin ngadalë dhe qartë. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, Sepse ne do të dërgojmë vërtet një fjalë me peshë të rëndë. inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Natyrisht, adhurimi natën vepron më fuqishëm dhe fjala është më shprehëse. Inna laka fin nahari sabhan tawila, Nga që ti ditën je vërtet shumë i zënë. wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Prandaj, përmende emrin e Zotit tënd dhe përkushtoju krejtësisht atij. Rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Ai është Zoti i lindjes dhe i perëndimit. S'ka Zot tjetër të vërtet përveç tij. Drejtoju atij si rregullues i punëve të tua. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Duroj llomotitjet e atyre dhe largohu nga ata në mënyrë të hijshme. Wadharni wal mukaththibina ulin ni'mati wamahhilhum qalila. Lërmi mua ata që të quajnë gënjeshtar e që jetojnë në luks dhe jepu pak afat atyre. Inna ladayna ankalan wa jahima. Se pa dyshim ne kemi përgatitur për ata pranga, zjarr flakërues, Wa ta'aman dha ghussatin wa 'adhaban alima. ushqime që ngecin në fyt dhe dënime të dhëmshme. Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanat al-jibalu kathiban mahila. Në ditën kur toka dhe malet dridhen e bëhen si pirgjerëre të lëvizshme. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Ne, me të vërtet ju kemi sjell një të dërguar dëshmitar mbi ju, ashtu si që ja quam një të dërguar faraonit. Fa'asa fir'aunu ar-rasula fa'akhadhnahu akhdan wabila. Por faraoni nuk e dëgjoi të dërguarin, andaj i quam dënim të rëndë. Fakayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba. Qysh do të mbroheni ju, nëse mbeteni jo besimtar ditën në të cilën fëmijët do të finjen? As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Atë ditë, qielli do të qahet, e premtimi i Zotit do të përmbushet. Inna hadhihi tadhkiratun faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Në të vërtet, kjo është këshill. Prandaj, kush dëshiron, le të zgjedh rrugën e drejtë që e çon te Zoti i tij. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an
علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Natyrisht, Zoti yt e di se ti, o Muhammed, falesh më pak se 2/3 e natës, ndonjëherë gjysmën, ose 1/3 e saj, si edhe disa prej atyre që janë me ty. Allahu e përcakton gjatësinë e ditës dhe të natës, dhe e di se ju nuk mund ta llogarisni atë saktësisht. Prandaj, kthehet tek ju me mëshirë. Kështu që lexoni Kur'an aq sa mundeni. Ai e di se disa prej jush do të jenë të sëmurë, disa do të udhëtojnë nëpër botë duke kërkuar mirësitë e tij për jetesë, dhe disa të tjerë do të jenë duke luftuar në rrugën e tij. Prandaj, lexoni sa keni mundësi nga Kurani. Faleni namazin, jepeni zeqatin dhe jepini Allahut një hua të mirë që ai t'ju a kthej shumë fish. Çfarëdo mirësie që bëni për shpirtin tuaj, me siguri që do ta gjeni tek Allahu. Ajo do të jetë më e mirë dhe më e shpërblyer. Kërkoni faljen e Allahut, sepse Allahu është vërtet falës i madh dhe mëshirëplot.